Do vdes në punë. Tashmë jo vetëm batut. 32 vjeçari nga Kina humbi jetën nga lodhja e madhe. Në këtë rast, kolega, mund të themi që ra në krye të detyrës? Po, mund të themi. Nuk je kondra? Jo, s'jam asnjëherë kondra, po ky miratohet. Po ky është lajm për të qeshur ylo. Në Kinë është pa. Po, në Kinë ishte edhe Covidi, po erdhi. Do vi thua? Protestuesit në parlament, Berisha në seli, shihet më mirë nga televizori. Respekt. Kanali 10 digital, po jo protest. Jo. Pamja me syze e Macron në Davos rrit aksionet e prodhuesit të syzeve, i shtoi rreth 3.5 milion euro kapitalit të kompanisë italiane. Një president vendos syze, një kompani fiton 3.5 milion euro. Ky quhet vizion strategjik, duke parë të ardhmen. Po kështë disa lek kanë bërë me ato syzet e tua. Që kur i ke vënë ti, vetëm lek shtohen llogarinë time, po s'di që ti. Ta tregoj unë tani. Shen me. Po ashtu është. Shumë thellë. Moti i keq në Sicili, kamera ka momentin kur dallga gjigande merr para dy kryetarët e bashkive gjatë inspektimit të situatës. Runi se si thot populli ç'a ndodh në Itali për 2 ditë vjen në Shqipëri. Një ditë ishte që e morëm djerë dhe një ditë ka ngel. Ta ngel të kjo sot. Po. Deri 12 runi, pastaj me çmicë. Po. Timothy Chalamet bëhet aktori më i ri me 3 nominime për çmimin Oscar. Ndërkohë Julian Hurda dhe Angelo Shkreli bëhen aktorët më të rinj që nuk po ja shohin hajrin aktrimit. Po, ne shohim çet bëj ka marr Timothia gjitha burrë, ke parasysh. Ai është nga i vendi. Moti i ftohtë ngrin Gjermanin, paralizohet transporti në të gjithë vendin. E morën vesh që kur më tha vllai sjell do gjë këtë muaj se është minus këtej na ftoft xhepat e kishte me vërtetë. Nisi dhe video. Ti morë si shaka. Po unë thash, po ky bën gjithë ato punën ndaj. Një kompani kineze u dha punonjësve të saj apartamente në vend të bonuseve vjetore. Kësaj thon mira nga Kina, që domethënë s'ka shans me artutën e. Po, ja, nuk s'ka shans. Sigur. $35,000. Inshallah e gjen ti Jul. Edhe ti. Po s'është ky lajmi. $35,000 për të kaluar ilegalisht drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me dokumenta false. Prokuroria e Tiranës dërgon në gjyq 6 persona. Has been selected për burg. Direkt hapni dyert e burgut. Kjo ato has been selected mos të raft. Mes fushori i kombëtarës Laçi më në fund gjend golin në Turqi, por VAR ja anullon. Po. Edhe herë që bëndasën fukaraj çaj daulli. Shumë e bukur. Paralelizmi i Laçit me Turqinë dhe VAR-in daullja me fukarajin. Por dëgjoj këtë tjetrën. Shkëlqimi i Muçit me Trabzonspor, sulmuesi Kuqezi zbulon sekretin. Ta zbuluaj, kishte zbulu Greta Koçi me kohë me vakt. Ky duhet thjesht ta pinte, a kupton? Pra, ka dhe det. Po duhet ta pinte. Pije detin. Kryeministri çek blen hartë për të parë se ku ndodhet Groenlanda. Rjeti shpërthen në tallje. Çka ka për të tallë tha? Nuk shkruan në asnjë vend që kryeministri duhet me e pas bie gjeografinë. Jo, unë mendoj se tallja nuk është për këtë rastin o Ylo. Tallja është pse duhet të harxhonte lek për të bler hartë kur mund të hapte Google-in apo s'kishte internet po. Ndoshta. Mirë ne. Siç thonin vjetrit, i tallurit të tall. Po. Minneapolis, agentët e ICE kërcënojnë, pasi i kërkojnë para borx. I kërkuan i gjetën, tani kërcënojnë. Hajde ti. Kërcënojnë gazetarët e Rajt. Po na filmuat do t'ju 3 pika, se s'mund ta themi se është orari shumë herët. Zakonisht kur lihen 3 pika dhe sidomos pas fjalisë do t'ju pritet ndonjë super e shame, por jo. Nuk janë shqiptar ata. Kan thënë ule xhamin se ndryshe do ta thyejm. Tash se kishin shar. Jo më bën. Çajën ata. Floriri mbërrin në nivele rekord. Hera e parë në histori, ka përcen $5,000 punë e madhe. Ç'na duhet? Ne s'kemi as Flori as dollar. Jo Flori keti. S'kemi. Ke Florin. Çuna përshëndetje, ke Florin. Futet çik Florin. Vetë Florin. Çuna përshëndetje. Respekt e Flora. Ku mund të jetë Flori tani për shkakun? Të njerëz të fat. Jo Benderemi o burrë. Ky është lajm. Unë kur e kam parë Benderemi për herë të parë mendoj se kishte emrin Flori, edhe i folja Flori. M'pak kështu, ti e budalla. A mendon se intereson Benderemin? Ky lajm, po burr, po mbaj mend se është bumerang kjo. Rezultati i dobët në zgjedhje, LDK thret kuvendin e partisë, pritet miratimi i dorëheqjes së kryetarit. Po çdo rreqje se shqiptar është ai. Do dali do thot na kanë 10 vota si çdo lloj gjëje që ndodh këtu.
Skandali në familjen Beckham, djali i madh akuzon prindërit, deshën të mëndanin nga gruaja. Thuhet që Beckham ka ardhur në Berat t'i këndojë një kanatiera. Por haron se këtyre nuk duhet me iknu në Berat, po duhet me iknu Argjola Toska. Mirë me vjerën e mirë me burrin, llaf e mirë më i zbut dhe gurin. Po, ja Meri punët urtë e but, Po? të rishe qik penin, po mos e këput. Po se do të rishë. Ja, mos e lëshosh shumë se të vret. Mirë, okay. Vučić propozon formimin e një ekipi operativ për përparim më të shpejtë të Serbisë drejt BE-s. Hajde çuna t'i japim një dorë, thatë bëhemi ja 1000 vetë ato shtymi çik se ora rond kjo nuk lëviz. Këtë fjalën çuna do ta heq të çdo tekst. Vepra. Po përmend përshëndetje dhe çuna del mreti. Ha. Ja pra vi. Çuna përshëndetje. Respekt e bre. Elon Musk Kisha i përshtypje vëlla që Flori do shkonte deri në finale.